Çiftelia është një instrument karakteristik i shqiptarëve. Në për shekuj e kanë përdorur. Çiftelia është një libër i tërë historisë tonë. Janë instrumente muzikore të kulturës tonë tipike dhe për fat mirë ende janë gjallë, por dita ditës po shihet që veç kanë nisë me u anashkalu. Sharki shumë e vjetër, kjo i ka më shumë se 100 vjet. Cili amaj bukur durzi a berati, Korça manastiri apo Rozafati. Zoti pas ka thonë motrave të bija, ke vetëm një none heja, jo është Shqipnia. Përshëndetje me shtemi të mediumit shqiptar sekret nga Onadeja. Sot jemi këto në fshatën Stallov, tek Njazi Gashi, një artist që me tingujt e çiftelisë, ai sjell jehonën e traditave shqiptare. Për me ndëgju ato tingujt e bukur të çiftelisë dhe këndimin e tij na ndihni. Zotri Njazi, përshëndetje. Përshëndetje. Ai e lodh mos fare. Jo, mirë jem. Ai Mirë, faleminderit. Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit të dhëna. Tregona pak për çiftelia. Se më lan përshtypje këtu si hina, kogja shopate. Po, çiftelia është një instrument karakteristik i shqiptarëve. Dhe në për shekuj e kanë përdorur, prej sa është zbulu domethënë teli si instrument muzikor, shqiptarët e kanë përdorur dhe çiftelia është një libër i tërë historisë tonë, sepse të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur të rëndësishme për historinë e popullit tonë, domosdoshmërisht kanë kaluar përmes telit të çiftelisë. Bile Edith Durham, kur ka ardhur, dhe Rose van der Leyen ka ardhur, Rose van der Leyen dikon vitin 1920 me hap shkollën theth, ja bin një këngëtar me çifteli për me arktu, dhe ajo shumë e sinqerte ka përshkruar që si ka pëlqyer ato tinguj, ato mënyrat kënduarit, por këngëtari aty nisi edhe po e përmend në për këngë Aleksandrin, lekën e madh. Edhe kjo penderpren po i thot, çfarë lidhje ka Aleksandri me këtë këngë që po këndon ti? Ajo i thot, po Aleksandri ka qenë shqiptar. Aja tash me fasua, qysh Aleksandri shqiptar, kur këtë Evropa e din për grek. Ja, thot Aleksandri ka qenë shqiptar. Edhe në ndërkohë në debat, thot, po Aleksandri e ka mësu Aristoteli, ka pas mësus. Thot, e ku për dini Aristotelin? Thot, pa edhe Aristoteli ka qenë shqiptar. Po dhe në debat e sipër, ja spjegojnë gjenealogjin 14 gjenerata në librin Mojat e Shalës të Rose van der Leyenit. Ajo i thot tris gjëra shumë të mëdha në atë libër. Njëra ndërtu është që spjegon gjenealogjin e Aleksandrit të Madh 14 gjenerata dhe e thot edhe një fjalë, sepse sipas saj ka thonë këngëtari. Thot ajo, a është e vërtet? Thot, lutem ki kujdes, sepse çka shkon në për tel çitelisë është e vërtet. Si ashtë? Thot, po ju shkencëtar po shkruani punime shkencore çdo ditë dhe ju e shkruani një punim shkencor, dalin 20 punime shkencore nesër, thot, kjo s'është e vërtet, s'mund me konë, s'është kështu, s'mund me konë. Thot, a ke ndi kongë të shqiptar që thot, fillon konga s'është e vërtet. Thot, jo, sepse janë të vërteta, thot, për atas. Dhe me thonë, ne i kemi bërç, sepse ka qenë ta quajmë një instrument apo një objekt përmes të cilit ka kaluar historia jonë, edhe pse në formë të gojdhona, por është rujt me shekuj të tërë. Për shembull, prej kohës Aleksandrit të Madh, historia është kënduar dhe është bardhë në përbreza këtë formë. Sa ku i keni? Unë dikun në klasën e 7 fillore, ma ka ble Axha e Mendjeri Ahmeti, një çifteli, dhe pastaj njëjtin vit e kam paskënuar në ditën e shkollës një këngë atëherë këndoj për Haxhi Gashin, dhe aty kam nisë me marrë atë, ta them, prirjen time për më marrë me këndim dhe me ekzekutimin e instrumenteve. Në realitet, unë muzikën e kam pas hobi tërë kohën, nuk e kam pas çështje profesionit, edhe tani e kam hobi,
por ja që shoqëria më kanë angazhuar dhe shpesh herë kam qenë më tepër aktiv se sa me qenë veç hobist, por sikur me qenë edhe profesionalist. Në cilat troje shqiptare është përdorur më shumë çiftelia? Çiftelia është përdorur kryesisht në pjesën veriore të Shqipërisë dhe në Kosovë, po edhe në pjesën e Toplicës, e cila tani na ka mbet në Aton, është përdorur, kurse pjesa e Rrugovës dhe pjesa e Sanxhakut më shumë e kanë përdorur Lahukton. Kurse pjesa e jugut, ata kanë qenë ndoshta një hap më përpara se në aspektin e këngës dhe muzikës, ka nisë me përdor gajde, ka nisë me përdor pastaj violinën, instrumente tjera më të avansuara, dhe ata si relikt të këngës së vjetër e kanë polifoninë, e cila është një muzikë karakteristike e trevave tona. A trego pak si të bën ty mundje, sa është e rëndësishme për juve personalisht çiftelia? Me qenë se pas një fillu prej moshës shumë të reshte. Për mu çiftelia dhe muzika është ushqim shpirtëror. Ne njerëzit në përgjithësi kujdesemi dhe i kushtojmë rëndësi shumë ushqimet fizik, gjithsesi ushqimet për trupin, që është ushqimi ai që e konsumojmë, jo buka, jo mishi, jo perimet, jo pemët e kështu me radhë, dhe shumë pak kujdesemi për ushqimin e shpirtit, kurse unë mendoj që sa është i dobishëm ushqimi i trupit, aq është i dobishëm dhe i nevojshëm edhe ushqimi i shpirtit, sepse këto dyja duhen me shku paralel, trupi dhe shpirti duhen me rrugtu paralel, dhe nëse ne e ushqim vetëm trupin dhe lama onash ushqimin e shpirtit, sigurisht që kemi me hu balancën mes kësaj të shpirtënorës dhe fizikës. A mendon që sot jo dhe aq përdoret çiftelia i ka humbur ndoshta ajo vlera ta quajmë ashtu? Është ta quajmë normale, për arsye se jeta ka avancuar në çdo dimension, dhe tani edhe pse edhe çiftelia dhe sharkia i kanë ne i quajmë perdet këto ndarjet që i kanë për ekzekutimet e gjitha notave të mundshme, jo po e shihni Fatmir Makollën me atë vajzën Shala që po bojnë çudi me instrumentet me dy tela të ekzekutimit, dhe po e shihni që po mund të realizohet ajo, por megjithatë tani janë instrumentet elektronike të cilat normalisht që kanë një aplikim ma gjonë, është pianoja, është violina, klarineti, tash edhe sinta, krejt elektronike. Tani ato janë programuar për kompjuterat e cilat vetëm ritmit e jaman, kurse muzikën ta ekzekuton krejt kompjuteri, kështu me radhë, por këto janë relike të kulturës tonë, janë instrumentet muzikore të kulturës tonë tipike, dhe për fat mirë ende janë gjallë, por dita ditës po shihet që veç kanë nisë me u anashkalu, sepse dinamika e jetës ka avansuar. Këto përballë kemi dy, po nuk janë të ngjashme, jo, po? Jo, kjo është një sharki. Origjinën e kësaj. Po, sharkia është një sharki shumë e vjetër, kjo i ka më shumë se 100 vjet. Kanë qenë abozë dhe ajvazë disa këngëtarë të Matiçanit, rukës të Matiçanit, dhe unë e kam gjetë vetëm këtë pjesën e kokës, e kam gjetë prej një nipi tem që është i Matiçanit, dhe ai më ka pru, pastaj unë e kam rregullu dhe e kam bë sharki. Ata kanë qenë ekzekutues të njoftën në trevën tonë për instrumente, kanë qenë shumë të ushtruar dhe të aftë, dhe unë e maj për qëllimin me tregue si diçka që unë e kam trashëguar rastësisht. Nga kush mësove me përdor çiftelin? Me të thonë drejtën, baba em dhe në familje tonë nuk ka ekzekutu kurkush as instrumente, as s'kan këndu, por unë dajti kam pas Çarbanet, është një fshat afër këtu, ata kanë qenë më të pasionuar rreth muzikës folklorike, dhe kur shkosh atje, edhe pleqët e tyne, po edhe të rritë ekzekutonin instrumente, këndonin e kështu me radhë, dhe njeriu ndikohet nga rrethi ku rritet dhe zhvillohet. Mirë, po tash ai përdor një? Po, shpesh apo vetëm kur keni kohë? Unë nuk mëj me kalu një javë pa i ekzekutu dhe pa i
po të bëhemi shumë shpesh bilet që të kanë kalu shumica e këngëtarëve që janë në Kosovë, kanë kalu në për Qëtrullë dhe në për... Unë i kom pas një 2 kontenjere i kom pas bashku dhe i kom pas bo si ud dhe ka qenë njoftën si ud e një zigashit në Stallov, ka qenë si pikë referente. Kurse kjo është Çifteli, apo? Po, me dytela. Kjo është tamam Çifteli. Dhe këtë e kam dhuratë prej një shoku tim të punës, Fadilit, ma ka marru pa kompenzim dhe me Shqiponje ka bon dhe... Sfodona pak pse me dytela? Po në atë kohë shqiptarët ka që kanë pas kapacitetin me bo me dytela, kurse Sharkia është më shumë e Turqve, ka ardhur nga Turqia dhe Sharkia ti kanë 5 tela, ka një herë mund t'i kene edhe 4 do më thonë, po është 6 edhe një 7, disa i kanë edhe ka 12, varësisht prej këngëtarëve sa e preferojnë sa tela me pas. Jo, mos e le heq se s'tash për pjakrisëm, një këngë. Po e kisha ekzekutu me Sharkinë së është nevoja. Dishta me pyet, a është kjo me e veçanta për juve? Kjo është e veçanta, kjo është tipike, kjo është karakteristike, unë deshta veç edhe një preme kam qëto, kë nuk është instrumenti jone, që kë instrumenti i vogël këto, shqiptarët e kanë përvecu, kjo është kryesisht instrument hungarez dhe shqiptarët e kanë marrë prej Vojvodine, po është kombinu mirë me instrumentet tona kombëtare. Këtë ma kalon një ndjes pas një kolegi jone, miki jone, unë i kam pas edhe fëqinjën e parë, ka vdek para 2 muj dite, është Islam Borniku, ata kanë qenë 2 vllazër, kanë qenë Gjemali dhe Islami, kanë qenë të njoftën për rrethin e Prishtinës me repertoarin e tyne të këngëve, kryesisht qytetare, por i kanë ekzekutu me harmonik, violin, klarinet, po edhe është kombinu edhe primi, dhe ata kanë lonë vrag dhe emën të mirë për muzikën në komunën e Prishtinës, dhe unë djallit tina mas i ka vdekaj më ka dhonë primin dhe i falenderojna shumë. Me knu a kënan? Knejka pak, po. Qka po na kënan sonte? Një që... Po, qka të dale, qka të... Jo, një që kiti për qefe e bën... Me qenë se të gjitha i bën, mirë po... Po. Me cilën për këtyne e Me Sharki po e marë... Me Sharki. Me Sharki po e marë... Cili a maj bukur dursi a Berati, Korça manastiri apo Rëzafati, butrit i harruare me Apollonin, kruja e bekune pastaj tjerat vin. Cili a maj bukur dursi a Berati, Korça manastiri apo Rëzafati, butrit i harruare me Apollonin, kruja e bekune ja po tjerat vin. Cili a maj bukur dursi a Berati, Korça manastiri apo Rëzafati, Zoti pas ka thonë motrave dhe bija, ke vetëm një none ja jo është Shqipnia, Zoti pas ka thonë motrave dhe bija, ke vetëm një non, ajo është Shqipnia. Na ke knoq, shkret na ke knoq. Për një me shpirtnesh po qëtësoj ka. Ja, po, ja, unë e gjoj qëtësi shpirtnore edhe kam ushqim shpirtnore. Dikush të të jo të lodhë, është të vërtet që të lodhë, po kur e ki knasi, nuk është lodhje, po është knasi. Po më vjeni natit është që nuk po di dhe Po jeni ere, ju keni kohë më mësue, me dashtash mundësit janë shumë matë mëdha më mësu, sepse egzistojnë kurse, egzistojnë tash kretë menuet apo mësojnë. Sa më ndën që po ka interesën për i të rive? Nuk ka sa duhet, po nuk është pa interesim. Nuk është pa interesim, unë e menaj që bile jam shumë
impresionum me gjinin femnore të cilat tani më po kanë dëshirë, po e marrin, po ekzekutojnë dhe po e zotnojnë. Absolutisht po thëmë bile, unë menaj që vajzat kishin menaj shkuve neve moshkujt, sepse në këto gjëra vajzat jenë ma të shkathta, ma burnejsha. Ma të zoja. Unë të falenderoj shumë që gjete ku, me ndo me neve. U pafshim për të mira prap. Faleminderit shumë. Unë kësha desht me mësu këto të te. Ani, s'ka problem. Sa ku më kish desht me mësu? Unë menaj që ju këtë e kishi zotnu për një 2-3 mujdet. 2-3 mujdet? Po. Me ushtruhe 2 herë në javë, 2 muj, 3 mujdet, ti veç kime ekzekutue perfekt se e diçka. Inshallah. Me qef, po qëto me 2 tela, po kjo ma e fështirë të më duk. Për fillim është me e fështirë, për fillim është me e mirë, po në ndërkohë tani kjo lyp ma shumë shkathësin gishta. Po, sepse këtu në sharki këti kemi më e të ritmin edhe toktin edhe nuk ishëm problema, në këto do është të nami po. Unë në start me herë me që të fështiren. Po, unë besoj që ju ja dilni, ju jeni gjithë shka e ardhshme është në dorën tuaj, në dorë të rinis, ne tani jemi në fazën e suturinit jetës tonë. Po stuja ashtu se... Faleminderit, Ani, Faleminderit shumë nga ju. Jeni të mirësorë.